Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, ditën e sotme në kanalin Monitor TV. Fillimisht njëherë dua t'ju uroj një ditë të mbar, një fundjavë të bukur, të festoni, të gëzoni, të dhuroni dashuri sa më shumë dhe të jetojmë bukur me njëri tjetrin, se në fakt kjo që po shohim në Big Brother VIP Kosova realisht është shumë shqetësuese. Tani, pyetja ime është kjo, deri ku do të shkojnë këto banor për të kapur prajmin, për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të qenë të komentuar? Kjo në fakt është pyetja ime kundërdrejt jush. Deri ku do të shkojnë këto banor? Çfarë do të bëjnë këto banor për të kapur prajmin e tyre? Nata e mbrëmshme ka qenë një natë e frikshme, një situatë që në fakt ndodhi brenda asaj shtëpie mes Albës, Dolçes edhe Benitës. Dolçe pati një rrugtim, le ta them të suportuar nga ana e produksionit, sepse u përzgjodh nga ana e produksionit, jo nga ana e publikut, për të qenë pjesë e Grande Fratello, shkoi, e shijoi, u rikthye prap dhe vazhdoi me atë qetësinë e saj. E kam pritur në fakt të plasjen e Dolçes, e kam pritur, sepse zakonisht njerëzit të cilët janë shumë të qetë, njerëzit të cilët janë shumë të heshtur, njerëzit të cilët janë shumë pozitiv, ato kanë një lloj plasje brenda vetes së tyre dhe Dolçe arriti mbrëm që ta ketë të plasjen. Edhe pse nuk dua të anashkaloj këtu, provokimet e Albës janë shumë të forta, janë provokime shumë të nxehta, që ndoshta, por me të vërtet banorët i nxjerrin nga vetja e tyre. Gjithashtu dhe Benita, e cila i premtoi nënës së saj që nuk do të bën veprime të këtilla, që nuk do të bën një lojë të këtill, përsëri domethënë nuk ishte pjesë e premtimeve të veta. Ajo përsëri e bëri lojën shumë të fëliqur, shumë të ashpër dhe nxjerrë një anë të saj që në fakt te një njeri është një anë shumë e frikshme, do me thënë të gjithë banorët janë duke luftuar. Nuk mundemi të themi që do të ndajmë polet e kësaj shtëpie, edhe pse Olta tha në prajmin e kaluar që janë ndarë më grupet, unë do të them që grupet nuk janë ndarë, grupet dëshiron produksioni t'i ndanë. Jam i bindur që do t'jeti vetmi Big Brother që nuk do të ketë grupe, do me thënë i vetmi Big Brother që ka dalur nga koncepti i skaletës. Nuk do të ketë grupe, nuk do të ketë ndarje, por do të jetë Big Brother. Tani, banorët janë duke luftuar shumë, duan të gjithë të jenë në qendër të vëmendjes. Nuk mundemi të themi që ky banor është më i fortë, ai banor është më i fortë. Për shembull, përplasje të fortë ka patur Edi me Tonin, që Edi nuk është se mirëpriti hyrjen e Tonit dhe normal që nuk do ta mirëpret, sepse këto banor luftojnë që ta nxjerrin njëri tjetrin nga shtëpia dhe jo ta rifusin përsëri. Debati i mbrëmshëm më la të kuptoj që femrat janë në gjendje të bëjnë gjithçka vetëm e vetëm për t'u akmerr ndaj njëra tjetrës. Do të pati një lloj kërcënimi nga ana e Dolçes për Albën, që i tha ti ashta mua tha do të më kërkosh falje, që në këtë mes domethënë Dolçe nuk e fal këtë gjën që ka bërë Alba. Në anën tjetër Benita ka krijuar një urrëtie të paparë për Albën, edhe pse në shumicën e rasteve i shikojmë të dyja bashk, i shikojmë duke qeshur, i shikojmë duke kaluar çaste të bukura brenda asaj shtëpie, por i shikojmë edhe në një agresivitet shumë të madh, në një agresivitet që realisht është i frikshëm. Tani unë prisja që mbrëm të reagon produksioni për këtë ngjarje, prisja që produksioni të flet, por siç duket, produksioni këtu nuk e kuptoj, vetëm po të kapen, mos e thënë të zoti, po drejt asaj rruge po shkojnë, po të kapen me thika ndoshta, atëherë produksioni do të reagon. Tani, Dolçe e goditi Albën, në fakt shishja i ra Benitës në fytyrë, dhe më pas i ra Albës, do të thënë gjuajti Dolçe prej në anën tjetër shishen, i ra Benitës në fytyrë dhe videoja është në viral në për të gjitha rrjetet sociale. Alaudini thonte, në qoftë se ju thonte, do të bëni thyerje të rregullave të Big Brotherit, ne do të marrim vendime të forta menjëherë. Por vendim nuk erdhi as nga ana e produksionit që të ndërhynte dhe të ndalonte banorët, nuk kishte as zarftëzi as një gjë. Do të thënë, produksioni siç duket është në gjendje gjithçka të bëj për klikime. Unë do ta quaj dhunë. Pse ta quaj dhunë? Ndaç që ka rënë me dorë, ndaç që ka rënë me boks, ndaç që ka rënë me shishe, është dhunë. Është dhunë. Dhe realisht kjo që ndodhi mbrëm mes Dolçes
edhe mes Benitës është dhunë dhe pikë, domethënë edhe mes Albës. Ajo e gjuajti dhe mendoj që për këto veprime banorët duhet të ndëshkohen brenda kësaj shtëpie. Tani do shohim se çfarë thot ligjet e Big Brotherit, se çfarë do të pritet sonte. Pas dinamikave shumë të forta që janë zhvilluar gjatë ditëve të fundit në shtëpinë e Big Brother, publiku është në pritje të madhe për të parë nëse sonte do të ketë apo jo një zarf të zi. Situata është e tensionuar ndjeshëm, sidomos pas përplasjeve të vazhdueshme mes vajzave, ku në qendër të vëmendjes ka qenë Benita edhe Alba, dy banore që prej kohësh kanë shfaqur mospërputhje të thella në karakter, qëndrime dhe mënyrë komunikimi. Gjatë debateve të fundit, konfliktet nuk kanë qenë thjesht verbale apo spontane, por kanë marrë për masa më serioze, duke kaluar kufijtë e debatit normal të lojës. Tonet e ngritura, fjalët e rënda, ironitë e vazhdueshme dhe provokimet e drejtë për drejta kanë krijuar një klim shumë të rënduar brenda asaj shtëpie. Këto situata janë pasqyruar gjërësisht edhe në rrjetet sociale, do të thënë janë të dukshme, kemi parë më të gjithë, ku publiku është ndarë në kampe me mbështetje dhe kritika të forta për të tre vajzat. Nuk duhet haruar se në prajmin e javës së kaluar, kjo është shumë e rëndësishme, vëllau i madh paralajmëroi qartë se disa banorë kishin shkelur rregullat e shtëpisë dhe nëse këto sjellje do të përsëriteshin, do të pasonin penalizime. Ky paralajmërim u konsiderua serioz nga publiku, pasi zakonisht një lajmërim i tillë shërben si parapregaditje për masa konkrete disiplinore, si ulje buxheti, nominime automatike apo pikërisht zarf të zi. Duke parë që pas atij prajmi situata nuk është e qartësuar, por përkundrazi është përshkallëzuar, shumë fansa të formatit besojnë se sonte zarfi i zi është më se i mundshëm. Big Brother historikisht ka qenë i rept kur bëhet fjalë për shkerje të përsëritura të rregullave, kur ato në fakt ndikojnë negativisht edhe në klimën e përgjithshme të shtëpisë dhe në mirëqenien psikologjike të banorëve të tjerë. Nga ana tjetër, ekziston mundësia që produksioni të zgjedhë një qasje më të moderuar, duke dhënë një paralajmërim të fundit publik, edhe pse në fakt paralajmërimin e kanë dhënë javën e kaluar, ai ishte i fundit dhe tha Alaudini që prej atij prajmi, domethënë nuk do të tolerohet më dhe prapë u tolerua. Dhe kjo është thyerje. Tani vërtet është një Big Brother, po nuk mund të tolerojmë ne çdo gjë të ndodha aty brenda, ne duhet ta ngrisim zërin. Ose duke ndëshkuar vetëm individ të caktuar. Në vend të një mase kolektive, kjo shpesh bëhet për të ruajtur ekuilibrin e lojës edhe për të mos e prishur rrjedhën strategjike të spektaklit. Unë mendoj që rrjedha me këtë rast më është prishur, sepse ne shohim tre vajza duke bullizuar, duke u rrahur, duke u grindur, gjë që në fakt është pasqyrë e përditshmërisë dhe ne duhet të investojmë të ndryshohet përditshmëria, jo më shumë atë ta fokusojmë. Tani, në çdo rast, mbrëmja e sonte pritet të jetë shumë vendimtare. Zarfi i zi apo jo, është e qartë se Big Brother nuk do t'i anashkaloj këto dinamikat forta. Uroj që të mos i anashkaloj, sepse ka patur raste që në fakt edhe i kanë anashkaluar. Vendimet do të merren sonte, të cilat mund të ndryshojnë rrënjësisht raportet mes banorëve, strategjitë e lojës dhe perceptimin e publikut ndaj Benitës, Albës edhe pjesës tjetër të kësaj shtëpie. Publiku tashmë pret përgjigje, ndërsa tensioni brenda shtëpisë vazhdon edhe të rritet. A do të ketë ndëshkim? A do të shërbejë si shembull për të gjithë banorët? Këto janë pyetje që do të marrin përgjigje vetëm në prajmin e radhës. Tani, nëna e Benitës i kërkoi Benitës që të del, ndoshta, duke ditur që vajza e saj mund të arrijë në këto nivele. Dhe te publiku mund të merr një urrëtie të paparë, sepse e shikoj që banorët nuk e kontrollojnë veten brenda. A mendoni që sonte vërtet do të ketë rregulla të forta për këto banor, apo thjesht do të anashkalohet thjesht si një debat i vogël? Dua të marr mendimin tuaj.